Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Po ne aktorët kryesorë nuk kemi të drejtën e fjalës. Ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Ju nuk jeni afër me ne. Ne dim kush na përfaqësojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën secili prej nesh, po jemi pa përkraje. Dhe ku nuk të përkrash shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Unë për Italin jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vite andej, dhe pse kam cittadinancën. Nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni idenë çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë në ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi përkraje dhe pasi ndihmë. Hapni dyer, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyer të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, falenderoj shumë për fjalën tënde. Falenderoj. Unë diskutimin e kisha përgatitur. Zoti Naoland Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vjedhni edhe të siguroni njerëzit tuaj.